63% e qytetarëve që jetojnë në Kosovë, edhe këto mendoj që është mirë me e potencu për shkak se ata qytetarë përjetojnë jetën këto, e din, e prekin për çdo ditë, thjesht komplet kësaj strukture politike i ka thonë, jo, nuk e meritoni. Pik. Për fasimin tonë. Tu përfundon. Edhe, për secilin, është mirë me u ndalë dhe me u mendu quo vadis, ku jemi nisë. Nuk mjafton ndëgjë. Nuk mjafton vetëm dëshira për të qenë dhe ambicia, po duhet me ofru diçka më shumë. Nuk mjafton veç interesi personal, se në fund ditës ne kemi shkuar në zgjedhje herën e fundit për shkak të ambicieve dhe interesave personale të individëve të caktuar. A ndëgjut daljen e parë të Vjosa Osmanit. Të dielën pasi përfunduan zgjedhjet. A i keni ndëgju ato se që ka thonë të më herët. Po të ishon presidente, apo po të më votoni Lëvizja vetëvendosje tash nuk ka arsye që të mos me votoj mua si presidenti, por të hënën të nesërmen e... Cila është arsyeja me të votu? Pse duhet me të votu lëvizja vetëvendosje ty? Pse? Shumë e thjeshtë. Hajde, hiç po him tjera... Po të hënën tha, e ndryshoj deklaratën, tha, unë nuk do t'jem pengesë që të formohen institucionet. Po natyrisht. Gaboj Vjosa Osmani, çka tregoj me atë? Vjosa Osmani tregoj vetëm mllëfe dhe inat. Ashtu si e ka bë politikën gjatë gjithë periudhës së saj. Për ju, Kosova mbetet në krizë ose ishte në krizë, vijon matutje në krizë, për shkak të dy figura thu. Ata quhen Albin Kurti dhe Vjosa Osmani. Sakt. Si është mundur pjesa tjetër të mos e lexoj këtë proces? Veç pak. A e kemi pasën Atifete Jahjagën presidente? Po. E jeton jetën e vetë si ish presidente, natyrisht i ka disa beneficione, me ligj, po. Edhe se i takojnë me ligj, që është shumë në rregull. Të njëjtat i takojnë edhe Vjosa Osmanit. Cilla ka qenë arsyeja që Vjosa Osmani me u fut prap garës. Pos me Lomir Abdiziku me pështu vetën me marrë Vjosa Osmanin, edhe Vjosa Osmani me realizu egon e vetë, me provu me realizu egon e saj. Me thanë që unë ju dalë tashti edhe ju kallëzoj që shju muj. Edhe zoti Abdiziku në atë konferencë të zgjedhjes tha, zoti Canaj, kompromisin e vetëm që mund ta bëj LDK-ja është tema e presidentit. Ne kemi kandidatin tonë, por të nesërmen e ndryshuar. Për këtë temë të presidentit, LDK nuk bën kompromis. A paralemroj një provokim të ri vetë LDK për zgjedhje të reja? Unë po shpresoj... Po e lexojnë mirë se çfarë po ndodh. Unë po shpresoj që këta po luajnë, po tentojnë ta luajnë lojën në kuptimin e blefit. Driblimeve ndryshme. Po driblimeve, falënderës. Po provojnë, po problemi është që këto farë taktika, që nuk janë taktika, po janë do loja amatersh, po i kushtojnë qytetarit Kosovës. Thjesht po i citojnë... Zgjedhjet e 7 shtatorët për ju kujt i dhanë mesazh më kuptim plot. Se cilit politikan. Në duart të zotit Kurti, qytetarët thanë se nuk e dëshirojmë pushtetin e plot. Se cilit politikan, por që ka udhëheq parti demokratike të zotit Hamza i thanë që partia vetëm fituese të zgjedhjeve është Aleanca. Që ta kemi të qartë. Pse Aleanca? Për shkak se e tregoj që çdo ndryshim që mund shihet pozitiv në te qytetari mund shpërblehet. Çdo ndryshim që vjen si proces natyror, në kuptimin e asaj ashtu si ndodhi ndryshimin te kreu i aleancës mund të sjellë diçka pozitive. Unë kam frikën për shembull që partitë si LDK dhe PDK kanë me pas rrezik, sidomos gjatë procesit zgjedhjeve, nëse nuk janë të mençura edhe funksionojnë zgjedhjet e tyre me kokë dhe me logjike, jo me emocion. 40.000 vota me pak Partia Demokratike e Kosovës, pas partisë së zotit Kurti që pati një goditje, një rënje, mbi 130.000 vota, së paku deri tash zoti Cani. Partia dytë që mori këtë goditje,
të madhe nga nga votuesivet ishte PDK, Saktë. e cila po të haruante atë prejardhje të votës, mbase dhe rezultati final do të ishte tjetër. Por në kryetaria PDK-s Zonja Qitaku, vetë kryetari Bedri Hamza doli me akuza, nuk morën vota në këtë komunë, atë komunë që i kemi fituar dhe nuk përmendi komunën e tij për nga vjen. Që mendoj që ishte shumë gabim nga ana e Zotit Hamza, për shkak se ndëgjë, këtu po vrejet qartë azi që këta po funksionojnë më shumë me emocion se sa me kokë. Pse duhet ta provosh ta gjesh fajtorin diku tjetër kur krejt ne i kemi pas syte ata. Kjo është çështja. A jetu e drejtu te emisionin tash? Unë s'mund ta luaj rolin tënd. Këtu është problemi. Edhe mund provosh, po. Po mund po s'di. Jo s'di. Nuk di, shumë e thjeshtë është. Unë nuk di me bë atë që e bën ti. Edhe këta duhet me pas parasysh. Edhe ti tash ti nuk mundesh mu me m'akuzu Jo. nëse shkon diçka keq, për shkak se ti ma jep orientime. Keni pritur këtë rezultat të PDK-s, edhe pse siç thot Zonja Qitaku e Zoti Hamza, për numër të ulseve në kuvend, ata kanë këtë argument, këtë kriter e godasit. Është e pritshme. Për ta treguar trofeun në këtë gjë, por rënje gati 40.000 vota pati PDK. Në është edhe një farë trofejo, apo nuk du t'ja mohoj. Ulse më shumë ka të deputetëve në kuvend. Përfaqësimi cilësor. Ajo që po flasim ne, ajo për çka po flasim ne është në rregull, i ke 24 deputet, po ke mund t'i kesh 30, po sikur ta kishe ruajt votën tënde. As votën e saj nuk arriti ta ruaj. Këtu është problem. Kjo është ajo për çka po flasim ne. A ke vrejt edhe një detaj red, për shembull të thonë ne jemi të suksesshëm në Prishtinë, që përpara s'kemi qenë. Në AK përmendet për shembull 5.000 vota që është rrit nga 2.000 në 5.000 AK në Prishtinë, që është A din ored që shka funksionu migrimi kohëve të fundit në Kosovë? Shije qarë që betejnë këta nuk e kanë pas me Zotin Kurti. Jo. As për pas fitore. Jo, veç edhe ta sqarojmë që të punën e rritjes të votës në Prishtinë. Unë, personalisht, kom votu në Gilan. Një periudhë i jam ardhe në Prishtinë votoj tashtë. A e dini sa Drenisaku voton sot në Prishtinë edhe në Fush Kosovë? Po. Kur e shef trendin, do me thonë... Divizjes, dyndja. Po. Kur e shef trendin, sa njerëz në rajonin e Drenicës e kanë shu Drenicën, natyrisht që në Drenicë bie vota dhe rritet në Prishtinë edhe në Fush Kosovë, se në Fush Kosovë dhe në Prishtinë janë të koncentru mas shumëti. Hajde po i marrëm rajonet, ku ka PDK-ja vota ma shumë? Në Prishtinë. Në Olpian s'ka. Ka njëjtë që ka pas. Dardani. Që ka pas. I ki zakonisht në zonat, që po di gjonë, Muharrem Fejza, ku jetojnë kryesisht, janë edhe kure shef ashtu ti e vrejnë që... A i votus me atë prejardhje politike që kështë po? Po pra. Do me thonë nuk ka ndryshu votusi... 20.000 vota, canaj si do të qoftë, rezultati po të regon edhe kjo ka shpirim. Hajde na po i marrim që ta shemboj. Edhe mund të kenë ikur nga Kosova, mund të kenë ikur. Një faktor tjetër që ka të bëjë me demografi. Ne kemi 200.000 njerëz që e kanë shu Kosovën. Po jo, nuk është ajo, për shkak se ne vetë kemi pas në plot njerëz që s'kan dalë për me votu. Shumë thjesht. Pafundësisht shumë. Pafundësisht shumë. Nuk kanë dalë me votu në shaj proteste që... Çka tregon kjo për kursin politik të djeshëm edhe sotëm të kryetarit Hamza? Nuk është vetëm kryetari Hamza këtë se është... Po thëmë, ajo qëndron në krye. Ndëgjë, nuk po du me hinë Hamza u përballë midis një betejë krahinore të njerëzve aty...